Ky këngëtari, sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri mas do merrte 4.3 milion euro. Shatarë, valla, tani jam çik euroskeptikun. Unë jam të luan zhegu akoma. Ashtu kam qefën aty. Ti e emancipur, kërceve rock and roll, vure bandan, ko këti ullësia dhe kërceve rupci tupci atje. E për se qëllojmë, ne du me def. E ne du me pra me def. Këto biletat ishin vetëm për freshista? Jo? Po si unë damë, kriteri. Ne dhamë ca lekë, se su bëllon bileta, atë hynë gjithë dhe njerës. U hapë porta, u hapë deti, u hapë si portin dy korrikë, se ne kemi atë eksotin e 10-ës, dy korrikut u hapë si atëhere. Qa u ndodhi? Ku vajtë këto biletat? Se nuk e qëllojmë dot, ne ati nga lushe nuk dumë vetëm, nësë për në vinë asi lekë nga ministria, për i ka ba muzeqare. 2 milion të vjetra, kënojnë gjithë muzeqeja. Ju 4.3 milion lekë i mori e i, që e qynë të? Euro. Që e qynë të këngëtajnë? Kanye West. Spekulim të madh në lidhje me stadiumin, nuk ka pasur asnjë lloj pagese për stadiumin të niveleve 50-60 milion euro, siç u bë virale në shumë prej postimeve. Ajo është një strukturë e përkohshme provizore, nëse keni parasysh shumë prej eventeve, garave, ngjarjeve ndërkombëtare, sportive, kulturore e tjerë, Formula 1 e tjerë, po të keni parasysh Baku, Monaco e tjerë, të gjitha këto evente organizohen me struktura provizore, cilat ndërtohen, ngrihen, rinë spektatorët në këto struktura për ditët e zgjatjes së eventeve dhe pastaj ato shmontohen përsëri. Një nga kërkesat specifike të artistit ishte që të kishte një, thash dhe më parë, që të kishte një platformë e cila të ishte rreth 60.000 spektator. Ne nga ana jon, pra promocioni dhe ne si Shqipëri duhet interesoheshim që biletat ishin sa më ekonomike, për këtë arsye duhet një numër sa më i madh. Nga ana tjetër nuk kishim një strukturë, një stadium olimpik që mund të planifikonim me rehat një sistemim të këtij kapaciteti që kërkoi për këtë koncert dhe për këtë aritmetik koncerti, dhe kështu që është parë e udhës që të kishte një strukturë e cila të ishte me qira, pjesë e buxhetit dhe kostave që ka koncerti. Kjo strukturë, nëse keni kuriozitet, nuk ka kushtuar më shumë se 2.2 milion euro brenda kostove të aktivitetit. Pra, mendoni, 2.2 milion euro e çmontueshme provizore, të tilla janë kostot, sepse ka pasur gati 23.000 vende të ulura. Pra, kjo është struktura që i takon kësaj kostove që përmenda. Dhe pastaj shumë struktura tjera të cilat lidhen me logjistikën dhe me teknikën e eventit. Dhe jemi shumë larg shifrës pra të spekuluar për 50-60 milion euro. Nga ana tjetër, sa i takon asaj që ju përmendët, për t'ju dhënë shembullin e Stambollit, në Stamboll janë shitur gati 90.000 bileta, stadiumi i tyre ka një kapacitet jashtëzakonshëm. Në momentet e fundit, në orët e fundit të eventit, ata kanë lejuar që të futen dhe rreth 18.000 veta të tjerë të interesuar, o me 28.000 veta të tjerë, me bileta promocionale, me ftesa dhe me